الحمد لله الذي جل وعلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد جيث الأودريمة ذفلين دريمة تكوين بيتم اللهم مدرور أيجاش بيتم بشوك باچا ذا بكيمة اللهم مدرور چشم بي بروفيتين تون محمد صلى الله عليه وسلم ذن بيجيث بسم تارچه دو ديكين روغاتي ديرين دي تنجوكيمت دشموهم ذا دكلاروهم چه نوك ماريتون تا ذروه تيدر پرويش الله جل شانه ذا دشموهم چه محمد يشروبي ذا دربور الله جل شانه ذا الله مدرور فليزر كايزبريتور libri fundit Kur'ani na Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa herë ne mendojmë për Kur'an, është një mrekullia veçantë. Vetë në Kur'an, kur ne shohim dita e parë dërguar Allahu xhallahu shanu thot, ka ardhur 5 ajet. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, dherin allama al-insana ma lam ya'lam. Pastaj ajet tjera kanë ardhur me vonë. Sot unë isha duke parë zbritja të surat të Kuranit. Sura dytë është pafunduar, sura Alaq. Sura Iqra quhet sura Alaq si emër. Sura Qalam. Edhe zbrit në sura Qalam janë aq shumë ajet që disa janë zbritur në Mekka, disa janë zbritur në Madina. Edhe nuk janë me radhë. Kur janë zbritur në Kurani që është në dorën tonë sot, ajo është njëjta si është në Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz është një libër që ku është dije Allahu madhruar. Çfarë ka nga dita e pari kur Allahu xhaleshanu ka vendosur për të bërë planet e universit deri në dita fundit çfarë ka për të dodhur ajo dije Allahu madhruar është në Lauh Mahfuz. Atëherë edhe patjetër Tauret, Zabur, Injil gjitha që ishin edhe janë ashtu edhe libri Allahu Kurani është. Dhe ky Kurani që është në dorën tonë ashtu siç është në Lauh Mahfuz. Po kur është zbritur nuk është zbritur ashtu. Radha është komplet ndryshe. Po mendoni Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam çfarë vetëm ne mendojmë në zbritje Kur'an mjafton për të dëshmuar që Muhammed patjetër është dërguar Allahu xhallahu shanu. Që kur zbritet ajet Kur'an, shokët dërguar Allahu xhallahu shanu thirrte gato shokët në Mekka ishin 12 vet që dishin lezim shkruajnë. Nga ato një 2 veta kishin pranuar Islam, Abu Bakr kishte pranuar Islam dhe Umar radhiyallahu anhu. 2 veta ishin shkrimtar në Mekka, Osman bin Affan dinte treti. Kurse kur erdhi në Madina, ne dim që në luftin e Badr dërguar Allahu xhallahu shanu siç ato që kanë ardhur si burg nga njerëzit Mekka 70 veta. Në ato ka lajmëruar që ato që nuk kanë ato që din shkrim dhe lezim, ato le të mësojnë 10 fëmijë ton, 10 fëmijë ton, burrat, nuk ka rëndësi 10 persona, lezimi dhe shkrimi edhe janë lirë ato. Kjo është pagesa atyre për të dalë nga burg. Kurse ai që nuk di, le të pagojë 4000 dirham, që ishin shumë sipas atë kohë vëllezër, se 200 dirham është 600 gram argjend. Atëherë 4000 dirham bëjnë hisabi. Edhe ashtu janë mësuar shokët Profetit selam. Atëherë dërguar Allahu xhallahu shanu kur zbriste ajet Kurani, thirrte nga shokët tin njëri, edhe thonte shkruaj. Edhe ai shkronte. Pastaj shkrimi nuk linte tek Profeti alayhis salam. Mbante ai shoku që ka shkruar në letrën e vet, dihen gaher në lakura, gaher në gur, gaher ka shkruar në koska i madh. Ashtu ishte Kurani ruajtur në shtëpitë e sahaba, edhe sahabët e ndryshëm. Por dërguar Allahu xhallahu shanu kur zbriste ajet Kur'an thonte, to ajet janë për Bakara. Lidhur në Bakara nga ajet filani deri në filani. To ajet janë për sura Al-Alaq që janë ngjerur 5, pas 5 janë edhe
gjitha sura ashtu janë, rarë sura janë që e zbritur plotësisht, përveç surat të fundit që janë në gjuzi fundit. Prap, kur ne hapim sot libri Allahu Gjaleshanu, gjithë janë lidhur ashtu si janë lidhur tasbit, perlat e tasbit njëri me ruazat të tasbit janë lidhur njëri me tjetër. Kjo është mërkullia Kuranit. Tjetër vlezar, Kurani është dije, Kurani është hidaja, Kurani është për neve forson imanin kur jemi dobësuar. Kur është njëri humbur, ai është për të dhënë rruga drejt. Meni nga ngjarjet profet që ka treguar. Kurani dita e pari kur i zbrit tek Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na dijen e Muhammedu Rasulullah kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli wa Muhammad. Allahu ka shkruar, kuptimi është ka vendosur që padyshim unë dhe profetët e mi do fitojnë. Lartësimi është para to. Kash, tani situata që kalon ti, mendoni tani, Muhammedu Rasulullah situata që kalon. Dita e pari, kur vin lega Allahu madhruar, tani be thiri ja hap tazi. Se 3 vit dërguar Allahu Gjaleshanu ka folur privatisht njerëzve. Edhe pastaj, pas 3 vit kur kam lidhur gjithë Kureshet, ne dim çfarë kanë dhënë reagim. Pas ato reagimit, një njeri që në qoftë se ishte njeri thjesht, kishte lënë, se rrezik i madh për dërguar Allahu Gjaleshanu, Allahu se vazhdohu. Tani ne mendojmë Ibrahimi alayhis salam, se Allahu në Kur'an tregon historitë, ato që Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe shokët ti marrin forcë. Ibrahimi alayhis salam bën thirrje në kombin e tij, çfarë do? Ne dim historinë, nuk kemi nevojë të tregojmë histori. Ndodh ashtu që fund hidhet në zjarr. Allahu i shpëton, bëhet debat me mbreti i kohës, edhe ai nuk fiton në debat, edhe të largohu. Edhe babi thot, nëse qëndrove tu, kam për të vrarë duke gjuetur gurët. Largohu nga qyteti, shteti ime, dhe Ibrahim a.s. largohet. Emigrim. Nga Irak, duke kaluar Egjipti, ka arritur në Palestina, nuk ka ardhur direkt në Palestinë. Ashtu ishte urdhi Allahu Gjaleshanu. Dhe pastaj fundja Ibrahim a.s. çfarë është? Pas ato gjithë imigrim, Ibrahim a.s. vlezër mendoni sa në vështërsi është. Një gruaja ka lënë në Palestinë sotëm, ku është Xhamia Aksa. Gruaja e dytë është urdhi Allahu Gjaleshanu, lënë në Mekka në shkërtir, kur atëherë nuk ishte, pas Nuh a.s. nuk është dërtuar Kaaba. Prap, edhe njerëzit nuk kanë bërë banim atij. Edhe Ibrahim a.s. që është duke bërë dua, Rabbana, lënë familja atij, edhe nuk lajmëron nga emocion. Edhe kur gjitet mali Safa, pas mali Safa ishte për të ikur, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram, ya Allah, unë kam lënë familjen tim në një lugina ku nuk ka asnjë bar, asnjë gjetha për të ngrënë njeriu, domethënë. Por afër shtëpia jote respektuar kam lënë. Edhe duke treguar halin e vet. Po fundja Ibrahim a.s. çfarë është? Ai është ndërtuesi i Kaaba, edhe ai është ndërtuesi i Xhamin Aksa. Edhe Allahu Gjaleshanu ka dhënë premtim që nga të dy vend unë kam për të sjell profetët, edhe mesazhi jot ka për të arritur deri Kiamet. Tani Muhammedu Rasulullah është në Mekka. Shihni Muhammedu Rasul. Çfarë do pas 13 vit? Është detyruar largo nga Mekka. Po Muhammedu Rasulullah ka këtë bindje që me gjushi Ibrahimi çfarë ka ndodhur, ai ka larguar nga Irak, po Allahu Gjaleshanu çfarë ka bërë fund. Ashtu ka përdodhur me mua. Njëherë profeti alayhis salam kur ishte ditët e vështira në Mekka, ai ishte shtrir duke mbështetur murin e Kaabës, transmeton Sahih al-Bukhari dhe Muslim këtë hadithi. Edhe vështërsi që ishte për Khabbab, për Ammar, edhe për shokët profet alayhis salam, për Yasir. Familja e Yasir është vrarë, në ka rënë shahid në Mekka para sa bëjë imigrim. Dhe tregojnë Bilali që e dërguar Allahu Gjaleshanu, ti na thot do vi dim Allahu Gjaleshanu, dim Allah, po ne jemi duke parë këtë vështërsi. Atëherë dërguar Allahu Gjaleshanu ulet me serioziteti, se ju jeni duke hezituar shumë. Pasha Allahu madhruar, nuk ka për të ngelur asnjë shtëpia që është bërë me barë ose është bërë me tula, ku nuk ka për të arritur mesazhin.
ose me iknajsi kanë për të pranuar, ose me forcë, nuk duan për të pranojnë duke parë që Islami është lartësuar edhe nuk kemi ku kemi për të shpëtuar. Pastaj hisabi është ditën e gjykimit, kush është munafik ka rrugën e vet, kush është muslimani ka rrugën e vet. Dhe ashtu vlezër dërguar Allahu xhaleshanu është duke dalë nga Makka. Edhe ne dim pas 3 ditë kur doli ai nga shpela e Thorit për drejtuar në Madina, ka thënë: o qyteti Makka, ti je qyteti më i dashur për mua, në qoftë se kombijat nuk kishte larguar mua, nuk kisha lënë kur ty. Edhe Allahu xhaleshanu në atë momenti kur është duke parë që ai me sa vështirësi edhe me sa dhimbje i madh është duke larguar nga qyteti Makka, ka thënë: inna alladhi faradha alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Kjo ajeti është para sura Muhammed. Sot ai Allahu që ka zbritur bitu Kur'an o Muhammed, që ti je duke shpallur Kur'anit, ai ka për të kthehur patjetër në Makka prap. Atëherë është duke menduar për vetë edhe Ibrahim alayhis salam si del sukses, ne dim Muhammedur Rasulullah pas to fjala pas 8 vit në muajin e Ramazan, dërguar Allahu xhaleshanu ka dalë nga Rabiul Awwal nga Makka. Son 12 Rabiul Awwal ka arritur në Madina. Edhe në Ramazan, 19 Ramazan ishte viti 8 Hijri, dërguar Allahu xhaleshanu hyret në Makka si lirues, si fatih, si fitues. Edhe ishte dita armiqtë ishin shok, ato që ishin në luftë përballë, ai ishte, ato gjithë ishin në urdhin e tij. Çfarë kishte dhënë urdhë, kishte dodhur. Po ai ka thënë prap edhe dërguar Allahu xhaleshanu leza drejton mendja atyre tek një profet. Tha, çfarë mendoni njerëzit Makka që do të bëj unë me ju? Edhe ato thanë: akhun karim wa ibn akhil karim. Ti je njeri nderuar, vllai i nderuar nga fisi janë i tij. Edhe baba jot ishte njeri respektuar. Domethënë ne jemi duke pritur nga ty mirësi. Edhe profeti alayhis salam nuk ka treguar mirësi, po ka treguar super mirësi. Se Allahu madhuar thot në Kur'an: innaka la ala khuluqin azim. Vlezër, Allahu madhuar është duke lavdruar: o Muhammed, ti je mbi moralet të larta. Një është moralet të mirë, moralet të larta, ti je mbi moralet të larta. Edhe dërguar Allahu xhaleshanu thot: edhe unë sot ashtu do të bëj siç ka bërë vllai im Yusuf. Dërguar Allahu xhaleshanu vlezër tërhiq mendja atyre para afërsisht. Para 2500 vit kishte dodhur ka xharia. Që është duke thënë profeti alayhis salam, që siç ka bërë vllai im Yusuf në Egjipt me vlezërt e tij që kishin hedhur në pus, për çfarë shkaku? Ta mos vi profecia tek ty, edhe mos bëhet ai suksesshëm njeri. Por Allahu, ashtu ju keni bërë me mua. Se unë e pari ju e kam thirr. Janë shumë njerëzit Qureshit. Është një Mughira, Walid bin Mughira, është famshëm shumë. Është duket babi Khalid ibn Walid. Ai ka ikur, njerëzit Makka ka dërguar që hajde diskutojmë me Muhammed, diçka marrim, diçka japim, se kanë menduar si politik puna. Se në politik ashtu ka, diçka ti ul, diçka unë ul edhe rregullojmë punët. Edhe thuj Muhammedi ashtu, edhe ai ikën tek dërguar Allahu xhaleshanu, edhe diskuton: o Muhammed, ti e di, ti ishte ashtu, para sa vinë profecia, ne kemi vendosur për e gjykimi, ngjarja i madhi që ka ndodhur në Kaba, që kush do të mbaj gurin e zi, para ndërtimi edhe pas ndërtimi kush vendos, ne kemi vendosur ty, e pari. Aq pozita lartë i kishte dhe ne duam ty. Në qoftë se ke qef, se ka ardhur një dëshirë ta mbesh mbreti, jo, ne jemi gati nga nesër, ta vendosim ty, edhe ti bëhet mbreti i Arabisë Saudite. Në qoftë se ke qef të martosh me vajza akoma, vajzat tonë janë i zi dhe sile duash ti edhe martohu me ato. Në qoftë se ke qef të bëhet më e pasur i Makkas ose gjithë ishulli arab, ne mblidhim pasurje dhe japim. Po vetëm leket mesazhi se kjo është kundra baballar ton, gjithë historia ton, edhe kjo, edhe këtu është rrezik, ajo, autoriteti ton që ishte. Dërguar Allahu xhaleshanu çfarë ka dhënë përgjigje? Ka zbritur ayet Hamim sajda janë.
Ai sura, edhe ai kur dëgjon nga dërguar Allahu xhallahu shanu që ishte ulur me shumë, që ai kishte menduar që mua ka dhënë oferta mirë Kureshët. Sot kam për të forur me moral tamam me Muhammed, domethënë takon ato që ka oferta. Edhe Muhammed për tjetër ka për të lënë ai mesazhi, se nuk pranon të vlezat, si një ateisti nuk pranon që vinë angjëllë dhe flet me njeriu, bëhet shumë. A jeni duke parë, kjo Muhammed para juaj ishte deri në 40 vit. Edhe Allahu ka thënë në Kur'an, laqad labistu fikum umran min qabli. Unë jam qëndruar mes juaj 40 vit. Edhe prap nuk jeni duke besuar që unë nuk jam ai Muhammed që isha para 6 muaj. Jam kompletisht tjetër. Unë nuk dija ta flas para një grup. Edhe sot jam duke folur një fjalë që ju që beshin një sfidë në kohën e Hax, ato beshin një sfidë me njerëzit në poezi, në Muzdalifa dhe në Arafat. Që a është dikush që di poezi më mirë nga mua ose flet më mirë nga mua? Edhe leshin në Kaba varu fjalët të vetë. Sot ju nuk jeni gati me mua për të bën diskutim. Edhe jeni humbur edhe jeni duke dhënë ashtu oferta, kjo është rishwat që jeni duke dhënë mua. Edhe dërguar Allahu xhallahu shanu kur ka lexuar to ajet Kur'an, kjo ka ulur, ka mbështet dy duart e vet brapa edhe ka gjerur ashtu. Domethënë fjala e vërtetë duke thënë, çfarë them? Unë jam gati për të pranuar. Po ai nuk uli hundi kundra kombi vet. Shkon edhe thot, o njerëzit, për këtë fjala unë tregova këtë histori, o njerëzit Kureshit. Mendimi im është, mos thuajni mua, që edhe Muhammed ka bërë magji me mua, edhe unë jam hyrë në rjeta magji e tij. Pasha Allahu, mesazhi ka sjell Muhammed. Në qoftë se pranoni, edhe jeni bashkë me atë në krenari, çfarë ka për të dalë. Po në qoftë se nuk pranoni, leni atë në rrugën e tij. Suksesi i tij është suksesi juaj. Edhe në qoftë se ai është an sukses, dikush vret, prishet mesazhi i tij, atëherë puna juaj ka mbaruar. Se ju ashtu doni. Atëherë leni atë lirshëm. Po mendimi im është që ai nuk është gati për asgjë. Edhe pastaj ne dim në rastin tjetër, kjo është pas i vdekja Abu Talib, kjo oferta. Kurse para i vdekja Abu Talib ishte një ofertë që gjitha ishin gati. Edhe dërguar Allahu xhallahu shanu çfarë ka thënë? Se Xhaxhi është duke folur ai që ka rritur si bab. Tha o Xhaxhi, në qoftë se tani ti nuk bën dot pesha im, nuk buron dot mua, s'ka problem, mua le vetëm. Se unë edhe ashtu nuk kam mbështetje aty. Mua ruan Allahu xhallahu shanu. Në qoftë se ato lën në dorë im diell komplet. Domethënë, jo toka është diçka shumë e vogël, sjellin planet në dorën tim. Edhe në dorën tjetër hana. Pra, punë mesazhi që kam sjell nga Allahu xhallahu shanu nuk letet. Domethënë, japin gjithë kasafortet e dunjas çfarë kanë ato, se ky është mesazhi real që Allahu mua ka dhënë. Unë nuk jam duke forgana im. Edhe vlezër, kjo Kurani Allahu ka dhënë, edhe dërguar Allahu xhallahu shanu ka thënë, çfarë ka bërë vllai im Yusuf me vlezërt e tij, unë jam duke bërë. Atëherë, për neve është mesazh çfarë situata ka në jetën tonë, vlezër, suksesi Allahu ka lënë patjetër. Prandaj, ato situata gjitha që janë në jetën tonë janë përkohshme. Kjo dunia është vetë përkohshëm. Edhe ne duhet kemi duke lexuar libri Allahu xhallahu shanu, duke menduar jetët profetëve, duhet forsojmë imanin tonë edhe luftojmë fitnat që vinë në jetën tonë personal ose përgjithshëm si musliman. Që ky libri Allahu xhallahu shanu çfarë është duke treguar, sot në shoku profet alayhis salam, Kurani është një litar mes Allahut dhe mes robët të tij. Edhe kush e ka dëshirë të arrijë deri në Allahu xhallahu shanu le të kapi fort. Edhe Allahu ka thënë në Kur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kapni fort me forcë libri Allahu xhallahu shanu. Prandaj ne lutim Allahu madhruar, Allahu xhallahu shanu na lidh me librin e tij, vlezë qoftë me lezim, qoftë me mendim, qoftë me praktik, me gjitha ana duhet bindemi në librin Allahu xhallahu shanu, duhet fitojmë dijen e tij. Duhet lezojmë ta drejtojmë zemrat tona, edhe çfarë urdha ka dhënë atia, ne duhet praktikojmë, çfarë dalesa ka ardhur, ato për mirën tonë Allahu xhallahu shanu ka lënë, duhet dalojmë me njerëshëm. Nus Allahu madhruar, Allahu xhallahu shanu na mëson fitojmë dije libri Allahu xhallahu shanu dhe drejtojmë zemrat tona me atë. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.